Memli Krasniqi ka dhënë ndërheqje sot nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ishte në këtë post për 4 vite me radhë, 4 vite jashtëzakonisht të vështira për PDK-n, e cila pra u përball me marrjen e 2 kryetarëve të saj, Hashim Thaçi dhe Kadri Veselit, nga gjykata e Hagës. Megjithatë, Memli Krasniqi për këto vite arriti ta mbajë votën e Partisë Demokratike të Kosovës në disa palë zgjedhje, përfshirë zgjedhjet parlamentare dhe 2 palë zgjedhje lokale, të cilat i udhëhoqi ai si kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, pra PDK-ja, edhe këto 4 vite u solt aty të 200.000 vota, sa i kishte tradicionalisht kjo parti. Radha duket që i ka ardhur dikuj tjetër të jetë në krye të Partisë Demokratike të Kosovës në bazë të asaj që tha Memli Krasniqi, pra duket që emri i ri do të jetë Bedri Hamza, pavarësisht se kjo nuk është bërë e ditur, meqense një fjali e tij në letrën e dorëheqjes ishte që njeriu që do të jetë kandidat për kryeministër duhet të jetë edhe kryetar i PDK-s. Megjithatë, konventa e PDK-s është hënën kur do të zgjedhet edhe kryetari i ri i PDK-s. Çka nënkupton dorëheqja e Memli Krasniqit dhe në çfarë faze po futet Partia Demokratike e Kosovës është tema që diskutojmë sonte në presin ftuar kam Dugaqin Gorani, mirëmbrëma, Dug, mirë se erdhe. Ilir Mirena nga Periskopi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Valensyla nga Metro, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Baton Haxhiu nga Albanian Post, mirëmbrëma, Baton, mirë se erdhe. Dhe profesori Blerin Latifi, mirëmbrëma, prof, mirë se erdhe. Baton, çka është dorëheqja e Memli Krasniqit dhe çfarë faze po hapet për Partinë Demokratike të Kosovës? Mendoj që një kryetar i cili e ka kryer punën më të vështirë në këto 4 vite, për arsye se i ka pas 2 udhëhec në Hagë dhe një parti që është dash ta mirëmbaj gjatë kësaj periudhe. Duke qenë peng e vendimeve të mëdha, për arsye se kur flan brenda partisë dhe mendon edhe te Hashim Thaçi edhe te Kadri Veseli, e ke vështirë ta ndërtosh autoritetin që duhet për ta udhëhequr një parti. Tu kanë qenë pengesat serioze te Memli Krasniqit. Dhe dyta, për faktin që gjithë kjo periudhë është lidhur me Hagën dhe të gjithë kanë shpresuar që nuk do të zgjatë procesi kaq shumë, vendimet e tyre kanë qenë ad hoc ose sa për të krijuar një farë tranzicioni politik deri në një moment kur ata kthehen. Duke qenë peng kësaj situate, Memli Krasniqi nuk ka mund të bëj mrekullinë e Partinë Demokratike. Dhe nuk ka mund të bëj as veprime të cilat realisht e ndërton një gjenerat të re politike apo një vizion të tij. Vizioni i Memli Krasniqit ka qenë i brenda një, po themi kështu, burgu të tij, sepse nuk ka mund shpërthej duke marrë parasysh se nuk e ka ditë se cili është fundi i gjykimit. Kjo është një aspekt. Aspekti dytë është vendosja një njeriu tjetër kandidat për kryeministër. Është shumë vështirë për një kryetar të një partie kur ja jep autoritetin një tjetrit për të kandiduar për kryeministër. Dhe ky dualizëm, sidomos në fushat zgjedhore, ka qenë handicap edhe për Vedriun edhe për Memlin. Asnjëri autoritet mjaftueshëm për ta quar Partinë Demokratike deri në pikën ku ata dëshirojnë. E treta Bedri Hamza, duke parë situatën kështu, e ka thënë këtu te ti. Dëshira, nëse më do dikush për kryeministër, atëherë unë duhet të jem edhe njeriu që të udhëheq partinë për arsye se është më lehtë për mua që të marr përgjegjësinë edhe të humbjes edhe të fitores. Dhe këtu ka pas drejt Bedri Hamza. Dhe nëse duhem me qenë tash krejtësisht me hyrjen e frikën e Memlit, edhe një kryetari që ka ndërgjegje maksimale edhe për veten, edhe për të ardhmen e tij, arsyeja e dorëheqjes është se është dashur edhe një herë të jap mandatin Bedri Hamzës. 2 herë nuk bën. Nuk ka kuptim politik, më thon, edhe moral tek e fundit.
dhe ta humbësh edhe njëherë zgjedhjen si kryetar. Domethënë e rëndon veten që të vdesësh politikisht përjetësisht. Kurse kështu duke dhënë ndërheqje dhe duke lënë hapësirën tjetrit që të garon, mendoj që Memli u treguar jashtëzakonisht i zgjut, që në një moment caktuar e ka kryer detyrën e një kryetari që ka ndërgjegje dhe e din më së miri kur duhet të ikë nga një post. Dhe të jemi te pjesa këtë negative, mos lavdrohet Ramiz Ladrovci, nuk është kjo ndërheqje për shkak të Ramiz Ladrovcit, as presionit tij, as autoritetit që e ka kriju. Mendoj që edhe sot Ramiz Ladrovci ka gabuar seriozisht në ndërtimin e një politike egoiste, pa marrë parasysh që ka dalë fitues. Partia Demokratike ose në një parti, edhe kur është më i miri, partia vendos me vota se çfarë do të jetë rruga e saj. Meqenëse unë s'kam folë asnjëherë, Ramiz Ladrovci nuk është fitues i kësaj situate dhe në asnjë moment mos mendoj që ato kërcënimet e tij publike se unë po e pres balotazhin edhe pastaj i bie derës me këmbë. Pjesa e kërcënimeve të tij ka përfunduar. Një pjesë e pa edukatës tij në publik gjithashtu ka përfunduar. Dhe nuk duhet një lavdrim i një njeriu nga që ka fituar këtë zgjedhje që të duket se është arsyeja e dorëheqjes Memlit Krasniqit. Asnjëra, as afër nuk është kjo, është më shumë ndërgjegja një njeriu që ka kuptuar situatën politike se çfarë pindohet në muajt e ardhshëm. E keqja në fund është Mitrovica, për mua është dashur me prit. E diskutojmë. Blem? Po shiko, Batoni përmendi disa faktorë të cilët kanë qenë në këtë akt politik të tani me ish kryetarit të PDK-s Josip Memli Krasniqi, por definitivisht është një rast të cilin dikush që udhëheq një parti vendos me marrë përgjegjësi për ato që mund të konsiderohen si gjëra që nuk kanë shkuar mirë. Sa herë që na kemi raste të tilla të marrjes së përgjegjësisë për gjëra të cilat nuk kanë shkuar mirë, natyrisht ne të duhet ta përshëndesim si një shprehje e një kulture të lartë demokratike, sepse na jemi mësuar me lider, me politikanë të cilët kur nuk marrin përgjegjësi për gabimet e bëna, për dështimet të cilat i bëjnë. Dhe unë mendoj se Memli Krasniqi pasi vetë e tha ka reflektuar, ka ardhur në përfundim se është momenti kur ai duhet të largohet nga kjo detyrë për shkak se konsideron se nuk është në gjendje të jap më shumë se sa që ka dhënë deri me tani. Natyrisht unë konsideroj se është e lidhur me zhvillimet e fundit. Ai vetëm një fjali tha nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Pra, që i bën që lidhet me zhvillimet e fundit. Dhe unë mendoj se ai ka marrë përgjegjësi për atë që ka ndodhur në Mitrovicë. Thotë humbja e Mitrovicës nga Partia Demokratike e Kosovës. Po supozojmë se është e përfunduar tani, nëse nuk del diçka nga ato që mediat kanë raportuar për keqpërdorime e kështu me radhë. Natyrisht është goditje e madhe për Partinë humbja e Mitrovicës. Dhe natyrisht është ajo që për mendimin tim ka qenë një skandal i cili nuk ju ka dashur kërkuajtë më së paku Partisë Demokratike të Kosovës, pra përçarja në Drnas. Përçarje e cila ka marrë energji të mëdha Partisë Demokratike në këtë zgjedhje, dhe unë mendoj se pikërisht kjo situatë kur Drenasi ju ka thith, ju ka marrë shumë energji, ka ndikuar në rezultatet e dobta edhe në komuna të tjera. Unë mendoj se Memli Krasniqi ka konsideruar se ai duhet të largohet për të mos rrezikuar një agravim, themi ashtu, të çamjes që ka ndodhur në Drnas. Sepse na duhet me ditë që në PDK, si në çdo parti tjetër, ka të pakënaqur. Njerëz të cilët nuk janë të kënaqur me rrjedhat brenda organizatës, dhe shpeshherë ata të pakënaqur janë të heshtur dhe e presin vetëm një moment për ta ngritur zërin e tyre. Mendoj se ky ka bërë këto për mos me rreziku një përçarje të PDK-s në situatën kur na jemi duke shkuar drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Pra është një akt politik me përgjegjësi të lartë, ku njeriu
largohet për të mos rrezikuar këtu dhe për të marrë përgjegjësi për ato që ka ndodhur. Natyrisht më pajtona me Batunin për një segment të cilin e përmendi, që është thotë çaj dualiteti mes kryetarit e partisë dhe kandidatit për kryeministër. Ky dualitet ka qitë në një dritje të lakmueshme të dy palët. Edhe Bedri Hamzën, i cili është kandidat për kryeministër, po nuk ka fuqi reale në parti, sepse nuk është kryetari i partisë, dhe natyrisht e ka qitë një pozitë pa lakmueshme edhe kryetarin, i cili është kryetari i partisë, po nuk del me garu, me bë betejë politike për kryeministër. Kështu që mbyllja e këtij dualiteti, marrja përgjegjësisë për gjërat që nuk kanë shku mirë, dhe shmangja e një përçarje që eventualisht ka pas shumë gjasa me ndodhë. Mendoj se këtu janë 3 ose 4 arsye të sakta që kanë qenë deri tek kjo situatë kur Memri Kasni që ka vendosur që përfundimisht të jap dorëheqje nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Çu shpova këtë akt të Memri Kasni që duket? Po mendoj që është një akt bashkohor. Edhe është bashkohor në kuptimin e një politike bashkohore. Tjesh kryetar i partisë është funksion, nuk është mision. E as e lere më me konë identitet personal, me pas, sikur, që me thonë, profesion të ondin me qenë kryetar i përjetëshëm. Qa punon ti kryetar? Indoni kryetar? subjekti, qa punon kryetar ose drejtar. Për drejtore nuk u mirë, me thonë. Edhe është, që me thonë, është standard global, spaku në komunitetin politik perëndimor edhe të avancum politikisht.